Mirë se erdhët në eventin Ditët e Mjedrës 2026. Është viti 5 që ne organizojmë javën e Mjedrës, e në kuadër të javës kemi edhe ditën e Mjedrës ku jemi mbledhur sot. Kjo ngjarje nuk është vetëm një promovim, është një mundësi për të vlerësuar punën dhe angazhimin e fermerëve, për të prezantuar zhvillimin e sektorit të frutave të imta në Kosovë, si dhe për të krijuar lidhje më të afërta ndërmjet prodhuesve, bizneseve, institucioneve dhe organizatave ndryshme zhvillimore. Do të flasim për sistemin hjezues, do të flasim për sistemin e kultivimit në vazo, edhe për varietetet më inovative të cilat i kemi ne këtu në Kosovë.